çdo njërin prej nesh. Mund të them se po kalojmë çaste të paharrueshme, të janë çaste sa të gëzueshme aq edhe na pikllojnë, sepse çdo njeri prej nesh ndahemi nga njeri tjetrit dhe sa të kudo çdo njeri vazhdon jetën e vet, asnjëri se dim se çfarë do të jetë fati ynë. Dhe ky është fati i të gjithë neve, mbasi që kalojmë me njerëzit e dashur çastet e gëzueshme dhe momentet e paharrueshme, vjen koha që të ndahemi me ta. Kjo gjë ndodh edhe me maturantët që mbas shumë vitesh të kaluara së bashku në shkollë, vjen momenti që çdo njeri prej tyre do të zgjedhë rrugën e vet për të ardhmen. Dhe mbas shumë vjetësh të kaluara së bashku dhe maturantëve të shkollës së mesme të Tuzit u erdhi koha që të ndahen. Mbrëm të bashkuar në hotelin Albatros në Ulqin, do të shoqëruar nga mesimdhënësit, vallëzuan dhe u dëfryen deri në orët e hershme të mëngjesit. Përcjellim përshtypjet e tyre në lidhje me këtë mbrëmje. Si përkaloni këtë mbrëmje? Fort mirë, besoj që s'ka mujt ba mirë. Po, jemi shumë të kënaqur. Është një mbrëmje posaçe për maturanta. Mirë, shumë fantastik. Kjo nata e paharrueshme, jo vetëm për mua, po për 60 zanca të tjerë. Por çka më bën, i natë, 4 vjet çka kem kaluar, plus edhe ato 8 tjera. Nuk mund të harroj, sepse madje maturoj tash herë në jetë dhe kështu jam shumë i lumtur dhe jemi duke kaluar shumë mirë. Dhe i përshëndes të gjithë maturantat dhe shpresoj që shoqëria jonë të të ruhet në zemër dhe në kujtimet e ditëve rinore. Faleminderit. Dëfrimi dhe kënaqësitë e këtyre të rinjve nuk përfundojnë me këtë mbrëmje, sepse ata kanë jetën para vetes në të cilën po hyjnë me plot energji dhe entuziazëm. Što vidite, super se provodimo. Ovo je zadnja noć što smo zajedno i mene stvarno, doći mi da plačem. Ja, s obzirom da ja idem u inostranstvo,